Në Kosovë, në vrell të Istokut zbulohen dëshmitë të një qytetërimi 7.000 vjeçar. Në fshatin Vrell të komunës së Istokut zhvillohen gërbime arkeologjike në një prej lokaliteteve më të rëndësishme parahistorike të Kosovës, vendbanimi neolitik i Llugës. Gërmimet po realizohen nga Instituti Arkeologjik i Kosovës në bashkëpunim me Universitetin e Michiganit nga Shtetet e Bashkuara dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, së Rinisë së Sportit. Ky projekt ndërkombëtar po sjell dritë dëshmi të jetës organizuar që zhvillohej në këtë zonë rreth 7.000 vjet më parë. Sipas ministrit në detyrë të kulturës Hajrullah Çeku, lokaliteti i Llugës përfaqëson një nga vendbanimet më të hershme të njohura në territorin e Kosovës, ku janë zbuluar shtëpi të ndërtuara me balë të dru, dëshmi të komunitetit të struktura zhvilluar gjatë epokës neolitike. Një veçori e jashtëzakonshme e këtij lokaliteti është zbulimi i një puniste për punimin e veglave prestralli, si dhe të figurive nave të hyneshave, artefakte të çmuara që flasin për zhvillimin shpirtëror, artistik dhe shoqëror të asaj kohe. Ministri theksoi se ky projekt nuk është thjesht një ekspedicion shkencore, por një përpjekje për ndriçuar rrënjët e qytetërimit në Kosovë.